pas atyre 4 minutrave që I patën deri në 66 kg, ku përcaktuan 4 fituesit që do të shohim tek sa përballën më pas. Tani më jemi në peshat e lehta, apo lightweight deri në 70 kg. Dhe do të shohim njërin prej 3 luftrave që do të zhvillohen pikërisht në këtë kategori. Kemi një tjetër të përfaqësues nga klubi 038, por nga Verizaj. Shohim Zenuni që arriti të siguroj të rëzim shumë herët. Të dëgjojmë instruktorën nga këndiku, por ka arritur të ambërthej edhe këtu duke kontrolluar pjesën e këmbës mos lejoj që shfrytëzoj atë pjesë, patëm një duke më herët një taktik të tillë, në fakt, por shohim Groshi që arrin të ngritë kështu. Tani pak në atë hapjen e qëndrimit nuk lejon që të mbërthej duar për rreth tij Zenuni. Por shohim këtu për Ljoshin, sidomos në këtë pozitë që është Zenuni ndihmës është edhe pjesa e kafazit, gjithsesi jo dhe sa I përket drushteve, do ta që ndihmësa vjen për të realizuar në një submission nga një pozitë, por jo edhe aspekti I drushteve. Shohim tani kapitalizon të Zenuni. Shohim edhe pak sekonda deri në fund të këtij raundi të parë. Por Zenuni që po mundohet ta mbyll luftën, po dëgjuar Kongu. Gjithsesi, raundi I parë mund të themi që I takon Zenunit apo jo? Po, menaxhoi domethënë pjesën në ground në tokë shumë mirë. Edhe në fund në pjesën ground and pound që po shohim tash shumë efektiv. Disa prej momenteve të raundit të parë. Shohim zorat tagonin gjyqtari dhe do të nisë në raundi I dytë. Sa Ljoshi do të më kanë më aktiv tash në njëherë fillim të rundit dytë. Ljoshi tani ofansiv, por Zenuni që ndonjë atë momentum me këtë single.
Hu pak momentin Loshës tepër agresiv. Kontroll. Por Shojmë Luksi që të jenë ka tërheqë të latë këmbën e majtë, gjithsesi Marius Loshi duke tërhequr nga vetja që të mos i lehet krijoj distancën për të shuar grushtet të Zenunit. Ndoa mos do t'i mbërthente këmbën aty, por Loshi ka underhook e qatë anë tash të anën e majtë duhet me punu ku ka me qit jashtë edhe me ndru pozitën. pikërisht e diskutuam të edhe ma herë dhe të njerë në verigjusave. Jo e mirë për lojë në pjare Interman Gjysari e kuptoj pjesën e Gjysare, por Gjysarët janë që ti mbrojnë ata nuk ka nevojë të marrin dëm, po nevojshëm 100%. por e kuptoj atë dëshirën që të vazhdojnë deri në fund. Kuptoj, po.